Një vit më parë, gjykata e Sarandës ka dënuar me 2 vite burg biznesmenin 68 vjeçar Pando Papuçi, i akuzuar për ndërtim të paligjshëm, ndërsa ka konfiskuar dhe ka kaluar në favor të shtetit objektin 7 katësh në hyrje të Sarandës. Por situata është bërë më ndërlikuar për shkak të ndryshimeve të vendimeve gjyqësore dhe hetimeve që janë zhvilluar deri tani. Kjo çështje ka shkaktuar një sër zhvillimesh të papritura në sistemin e drejtësisë dhe ka tërhequr vëmendjen për disa probleme të mundshme me veprimet e organeve të hetimit dhe të drejtësisë, të cilët kanë vepruar në shkelje të ligjit. Çështja ka filluar me një hetim penal ku fillimisht gjykata e shkallës së parë në Sarandë ka vendosur sekuestër të objektit 7 katësh për shkak të dyshimeve se kompania që ka marrë leje për ndërtim nuk ishte ajo që realizoi punimet. Kjo ka ngritur dyshime për mundësinë e shkeljeve të mundshme gjatë procesit të ndërtimit dhe të përdorimit të lejeve. Ndërkohë ky vendim ka nxitur një reagim të menjëhershëm nga pala mbrojtëse e biznesmenit Pando Papuçi, duke kërkuar heqjen e sekuestrimit të pasurisë. Ndërkohë gjykata e apelit të Tiranës ka ndryshuar vendimin e shkallës së parë duke hequr sekuestrën e pallatit 7 katësh të biznesmenit Papuçi. Arsyetimi i gjykatës së apelit ishte se veprimet e Pando Papuçit në lidhje me ndërtimin e pallatit ishin të ligjshme dhe nuk kishte pasur shkelje nga ana e tij. Ky vendim ka shkaktuar mjaft diskutime dhe dyshime, pasi ka nxjerrë një verdikt të ndryshëm nga ai i gjykatës së shkallës së parë dhe ka ngritur pyetje mbi legjitimitetin e veprimeve të ndërtimit. Pas këtyre zhvillimeve, prokuroria posaçme ka filluar hetime, duke vlerësuar mundësitë e shkeljeve të mundshme dhe duke analizuar veprimet e të gjitha palëve të përfshira. Hetimi ka përfshirë gjithashtu pezullimin nga detyrat të prokurorit Kledian Llaho, i cili kishte pasur një rol të rëndësishëm në hetimin e kësaj çështjeje, për shkak të dyshimeve se kishte vepruar në mënyrë të gabuar ose kishte bërë shkelje të procedurave të hetimit dhe kishte filluar një hetim të paligjshëm ndaj këtij subjekti. Po në të njëjtat gjurmë është duke shkuar dhe Bashkia Sarandë, e cila nëpërmjet zëvendës kryetarit të saj Florian Sali dhe drejtuesit të IMT Nasip Hoxha, drejtuesit të Inspektoratit të Mbrojtjes dhe Ndërtimit IMT në Sarandë, kryejnë veprimet duke shkelur disa vendime gjyqësore. Në këtë rast, Nasip Hoxha ka vepruar në kundërshtim me vendimin e gjykatës së apelit, e cila kishte hequr sekuestron e objektit dhe ka ngritur çështje të ngjashme me ato që kanë përfshirë prokurorin Kledian Llaho. Sipas hetimeve, ai ka qenë i përfshirë në shkeljen e disa procedurave ligjore dhe vendimeve gjyqësore në lidhje me këtë çështje. Një aspekt i rëndësishëm që ka dalë në pa është se Nasip Hoxha ka një histori të shkeljeve të ligjit me precedent të shumët penal. Kjo ka nxitur më shumë shqetësime, pasi ai është i përfshirë në hetime për çështje të tjera dhe ka ngritur dyshime për integritetin e tij në detyrë si drejtuesi i IMT Sarandë. Për këtë arsye hetimi i tij është bërë pjesë e hetimeve të prokurorisë së posaçme, që ka për detyrë të shqyrtojë të gjitha mundësitë e shkeljeve dhe ndikimeve të mundshme që kanë ndodhur në këtë proces. Ky rast ka nxjerrë në pa disa probleme të mëdha në sistemin e drejtësisë dhe ka krijuar një klim të pasigurisë ligjore. Përpjekjet për të pastruar sistemin dhe për të siguruar se drejtësia zbatohet në mënyrë të drejtë dhe pa ndikime të jashtme janë të rëndësishme, veçanërisht për rastet që lidhen me ndërtimin pa leje dhe veprimet që mund të kenë si pasojë rrezikun e sigurisë së qytetarëve. Nasip Hoxha, drejtori i IKMT-s së Sarandës, është një figurë e njohur në sistemin e drejtësisë dhe ka pasur një histori të gjatë përfshirjeje në hetime dhe procedime ligjore. Hoxha u arrestua mbrëmjen e 22 nëntorit, pasi akuzohet për shpërdorim detyre, një akt që ka ngjallur shqetësime dhe dyshime për mundësitë e ndikimeve të jashtme dhe për keq trajtimin e pushtetit që ka pasur në dorë. Arrestimi i tij është bërë në kuadër të hetimeve që lidhen me ndërtimet dhe shkeljet e mundshme të ligjit në Sarandë, një zonë që është karakterizuar nga ndërtimet e paligjshme dhe mungesa e kontrollit të mjaftueshëm nga organet kompetente. Disa nga këto hetime kanë ngritur dyshime se Hoxha mund të ketë favorizuar disa subjekte, duke i ndihmuar të kalonin nëpër procedurat ligjore pa pasur asnjë lloj kontrolli të duhur ose të drejtë, veprim që e bën akuzën për shpërdorim detyre të besueshme. Në këtë kontekst, arrestimi i Nasip Hoxhës ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe ka ngjallur shumë spekulime mbi përfshirjen e tij në shkelje të tjera të mundshme. Ai është një figurë kyçe që ka qenë përgjegjës për administrimin e proceseve të ndërtimit dhe të sigurimeve të lejeve për ndërtim, por ka pasur shumë kritika për mënyrën se si i ka trajtuar ato, duke përfshirë mundësinë e ndihmës për kompani të lidhura me të për të realizuar ndërtime pa leje apo ndërtime të paligjshme. Nëse akuzat kundër Nasip Hoxhës konfirmohen, ai do të përballet me pasoja të rënda ligjore, duke përfshirë dënime penale për shpërdorim detyre dhe mundësi për dërime të tjera për shkelje të mundshme të ligjeve të ndërtimit dhe të lejeve të ndërtimit. Një aspekt tjetër shqetësues është fakti se Nasip Hoxha është lidhur me një numër hetimesh të tjera që janë hapur në prokurorinë e Sarandës, të cilat janë
janë drejtuar për shkelje të mundshme të ligjit dhe abuzime me pushtetin. Disa nga hetimet kanë ngritur dyshime se ai ka pasur ndikim të madh në favorizimin e subjekteve të caktuara dhe kanë ndihmuar në mbulimin e shkeljeve të mundshme, duke përfshirë ndihmën që i ka dhënë kompanive për të realizuar ndërtime pa leje. Për shkak të kësaj historie të njohur dhe përfshirjes në hetime të tjera, ka pasur shqetësime që kjo mund të ketë ndikuar negativisht në sistemin e drejtësisë dhe në mënyrën se si janë trajtuar procedurat për ndërtimet në Sarand. Ka pasur pretendime se prokuroria e Sarandës ka favorizuar subjektet që janë përfshirë në këto çështje, duke i ndihmuar të kalojnë përmes procedurave ligjore dhe duke i mbuluar shkeljet që mund të kenë ndodhur gjatë procesit. Dhe për këtë arsye është depozituar edhe një kallëzim në SPAK. Një faktor tjetër që mund të ketë rëndësi për hetimet është e kaluara e Nasip Hoxhës me precedent të shumtë penal. Disa prej akuzave dhe hetimeve që kanë përfshirë atë në të kaluarën kanë ngritur pyetje mbi integritetin e tij dhe kanë sugjeruar se ai mund të ketë pasur një ndikim të konsiderueshëm në mundësimin e shkeljeve të ligjit për ndërtimet dhe lejet të ndërtimit, për shkak të rëndësisë së kësaj çështjeje dhe pasojave të mundshme që mund të ketë për gjithë sistemin e drejtësisë dhe administratën e ndërtimit. Prokuroria e posaçme ka nisur një hetim të thelluar në lidhje me Nasip Hoxhën dhe mundësinë e shkeljeve të ligjit. Ky hetim mund të çojë në zbardhjen e shumë abuzimeve dhe shkeljeve që janë bërë gjatë periudhës që ai ka qenë në detyrë. Përfshirja e tij në hetime të thelluara janë një zhvillim i rëndësishëm dhe mund të shërbejnë si një paralajmërim për të gjithë ata që shfrytëzojnë pozitat e tyre për të abuzuar me pushtetin. Hetimi dhe dënimi i mundshëm i Hoxhës do të tregojë se sa serioz është angazhimi i autoriteteve për të luftuar korrupsionin dhe për të mbrojtur ligjin në vend.